Është gjetur pas 6 ditëve kërkime trupi i Pajeti Ardit Beshirit, 29 vjeç, i cili humbi jetën tragjikisht, teksa punonte me fadrom në një fabrikë për punimin të kromit në zonën e qaf Burrelit në Klos. Këto janë pamjet e fundit të operacionit. I riu ishte shpallur i zhdukur më 3 maj, pasi një masiv dheu dhe kromi u shemb mbi mjetin që ai po drejtonte. Në operacionin e kërkimit u përfshin dhe forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat kontribuan në lokalizimin dhe nxjerrjen e trupit të viktimës. Trupi i Pajet u gjet disa qindra metra më poshtë vendit ku nisi shembja. Vështirësitë në terren dhe rrezikshmëria e zonës e bën të pamundur ndërhyrje në kohë. Ardit Beshiri ishte i punësuar për disa muajsh në fabrikun e përpunimit të kromit, e administruar nga një kompani kineze. Për ngjarjen, policia ka arrestuar Admir Lala, 44 vjeç, drejtues teknik i firmës, i cili akuzohet për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. Ndërkohë, prokuroria ka nisur hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë konkrete lidhur me këtë ngjarje tragjike.